ndërto shkolla, hajtë ndërtojmë, edhe kur vje puna, sot s'kemi shkolla, s'kemi shkolla që të vi për në mëngjes. Që kjo në mëngjes, kur vjen mëngjes tjetëri, edhe mund të bëj fizikulturën, edhe mund të... Ai shkon mas ditë me vrap në shkollë. Unë desha të theksoja, zoti Pingulli, këtë që dy gjëra të rëndësishme, që me të vërtetë për të thënë që pushteti gjyqtarisë është pushtetë i pavarur, ai duhet të ketë zgjedhjet e veta. Nuk mundet që një qeveri të marrë pjesë në përcaktimin, siç u bë, përcaktimin e prokurorëve, gjyqtarëve dhe pastaj ka dhe përzgjedhjet e njëri tjetrit. Nëse ai është i pavarur, ka klasa e vet e jurisprudencës, juridike që kanë pikë të tyre caktuara për të zgjedhur, atëherë ai do të jetë automatikisht i zgjedhur nga rradhë e gjithë shtresës. Edhe i vlerësuar pastaj. Edhe i vlerësuar nga ata. Edhe e dyta kjo që sapo tha ty ke shkollat prapë jemi përballë faktit që brenda 2 vjetëve, 3 vjetëve janë vrarë 5 adoleshentë. Edhe me këtë që ka ndodhur sot. Ka ndodhur kjo ngjarje monstruoze, makabre, ke mosha që ti nuk është puna 5 në 200.000 adoleshentë që ka Shqipëria. Do thuash është absolutisht është edhe njerëz jashtëzakonisht shumë. Po puna është që fryma që mbizotron ke modelet që jepet nga televizionet shqiptare, modeli më i forti, modeli më i shpejti, jo më punëtori, jo më i ndershmi, jo më i zoti, pra nuk jepen këto modele. Bororitët kriminali më. Bororitët kriminali. Gjithë kjo zallamai që ndodhë me politikën shqiptare ku 50 milionë që jashtë 5.000 lekë. 50 milionë që jashtë 5.000 lekë. Kur cilësia e punëve inxhinierike, ne jemi 3 inxhiniera, ku të thua që kur një kontrollor i palës që ratifikon ose që kontrollon thotë që po e hidhi beton pa qelik, pra kontrollori apo personi përgjegjës që merr auditi e tjera, edhe i thotë që e ke betoni tjetër, ishin 2 ura, pra një inxhinierie pa pyetur. Unë e vëre sot në institucion pa pikën e etikës. Kur thoni ju me të vërtetë etika e ke jashtëzakonisht mirë në kuptimin që edhe marrëdhëniet që sapo diskutuam midis kufive detar nuk kanë etik dhe në gjuhën ndërkombëtare quhet ekiti. Ekiti është marrja parasysh e kodeve morale. Ti mund të jesh më i zhvilluar, por ti s'do mundohesh të marrësh mua, siç bëm me shtetin italian. Italianët na respektojnë në ndarjen e kufivit. Desha ta them këtë për ekitin. Jo, thoj. Desha ta them sepse është e vërtet. E kam gjetë në enciklopedi e çuditshme. Ekitia. Ekitia është etika. Etika e normalizuar me norma. Nëse ne nuk e kemi as në shkollat tona, as në televizione, as në marrëdhëniet e përditshme, nuk e kemi me njerëzit. Ka një frymë portalet sa domosdoshme që përhapin një lajm, po ai të dëmshme janë në mënyrën e energjisë negative që përcjellin. Ka shumë njerëz që nuk ton 3 fjalë të mbara edhe një sugjerim. E fillojnë direkte, edhe i them ndonjëherë, "O ti uruar, ti s'ke gjë me mua më. Ti e ke me Shqipërinë valla." Mi po janë shumë. Nëse ne heqim pjesën 101 që quhen grek, do heqim pjesën që quhen serb, ata që quhen maqedonës, ata që quhen bullgar, janë shumë për interesa të vogla ekonomike, ai ka Shet vetën, po prap 2% dalin grek, 2% në censusi, dalin 2% në gjithë Shqipërinë. Këta që quhen grek, jo kështu, jo kanë marrë pasaport, jo kanë ato. Ka një vendim të që qoftë 20% e një fshatit, që ka kaluar këtë dhe bëhet 21%, bëhet 20 plus 1, ai ka drejt veri emra rrugësh, emra shkolle, emra jo vetëm të bëj gjuhën e huaj, fillimisht i gjuhë të huaj, dhe kur vete 50 që me këtë propagandë që bën ai, e merr kalan nga brenda dhe vete kollaj mas 2-3 vjetësh sepse than pra historia nuk është me 100 vjeçare, lëviz me 300 vjet, lëviz me 20 vjet, me 10 vjet, dhe ai kalon në 50% dhe po vajte 50 plus 1 në 100 vjeta apo 500 plus 1 në 1000 vjeta, ai shpallet autonom, shpallet asociacion, si doni të bëni me Serbinë, me Kosovën, dhe ai shpallet i pavarur, dhe kryer qëllimi që merr shteti grek, duke marrë kufirin, deri ke pusi që e ka caktuar, duke marrë dhermin, i marrën, duke qytur ta gjithë me mbiemër Dhermiudi, isha edhe para pak ditësh. Po janë labër më burr, janë labër. Gjipal, Gjipe, gjithë ajo në Shqipë, dhe ajo kilometër, mund ta njëri tje, të vret baba im, tha po i thej që jem origjinë, se ta shumë, se nga mirë dita e, se jam origjinë Dhermia, po nga mirë dita e, ta shumë, nga Kruja. Të vret baba i tha po i thej ashtu. Po pse e djali më vitër?
Si të këvrasë, që ka Mirdita dhe Kruja? Ike për me anije drejt Italisë, pas Skënderbeut, s'kishe busull, ata që kishin busull, përfunduan bari. Ata që kishin busull, erën e i marrë në dërmi. Qatë kishe ka këtu? Ma në tokën tende, ja goma. Jo, e duan, sepse është ajo politikë, po temi, që të regojme shumë do. Dinake... Kjo është, zoti, kemi dhe segmentet. Kemi dhe atë... Segmentet, zoti... 1 minutë, 2 minuta për një gjë që ka prekur dhe zoti Guri. Po, jemi. Bëri përshtypje një gazetar italian, zoti Guri e pash në internet, që sa u befasova në Shqipëri. Në të gjitha aspektet u befasova, tha se kisha dëgjuar një gjuhë shumë të keqe në Itali, po u befasova me këtë, me pamjet, me ushqimin, tha, dhe edhe përmëndi dhe byrekun, zoti Guri që e keni përmëndur dhe juve, edhe i bëjmë një sugjerim modest prap këtyre bizneseve të vogla që meren me byrekun. Po leta bëjnë edhe një, keni byrek me margarin, që unë nuk do të amirja kur dhe nuk marrë më kur, se më zuri i dhimbe e barku 2-3 herë që ka marrë. Ka ndodhur dhe zotit Guri, dhe mua, dhe shumë të tjerve. Po është një gjë që na turpëron me të huajt, sepse të huajt e pëlqejnë atë që është tradicionale shqiptare, që kemi ne byrekun, po është me gjalp tradicionalja, është byrek me gjalp. Po nuk kushton asgjë, më buri dhe ju që keni ato dyqanet, unë i them gruas tani, njerë mos merë, se thot e prit, të më marrim në i byrek, njerë që jemi jo, unë nuk dua të mu, në asë një mënyrë. Në qofë se a i do ketë dhe opcionin, byrek me gjalp, e ke 2 lek më shtrejnë, me gjalp. Vje, kush e do me margarin, leta mari, kush e do me gjalp me ta, po leta nëzjeri byrekun me gjalp. Ti thot dhe ati italianit, gjermanit që vinë, po jo se na turpërojemi si shtet, po të aja taj të zë barku, pasaj thot në njerë gabimisht, zoti Guri që e zuri barku për atë për këtë, e zuri në margarina zoti Guri, se vi nga nafta. Mos harroj që në Francë byreku bëhet me vaj are. Vaj are? Po. Që është shumë i mirë. Dyqanë që është shumë i mirë. Kjo është zëmë, sepse ara është vetëmi produkt që është me vajnë e vetë edhe me vetë antioksidant e tjera. Dhe përmban dhe jod, një sasi të madhe jodi. Prandaj pjesa veriore që s'kanë jod, prandaj ka zgjidhur zoti shumë bukur Shqipërinë. Po kanë ara, pjesa begletare ka det me jod. Atje ku s'ka det, ka i ka dhënë arë. Bukur kjo. E pastaj ne e prem atë. Po, logjikisht. 10 sekonda kam një diçka për muj dhe alilin, për më erdhi në mendje tani etimologjia e këtyre emrave. Po muj është në Kosovë këtu thon ka muj, s'ka muj, domethënë mundet, një njeri që mundet, një njeri që ka mundësi të mëdha, që mundet, ka mujt me bë këtë, ka mujt me bë këtë. Edhe emri muj. Po, muj është ai që mundet me bë shumë, ka shumë mundësira. Kurse halil, prapë është al i thon lartësisë i kanë thënë në lartësi, yll është ylli. Ylli lart. Ylli lart, muj alili zoti Guri, ja ku janë. Dalin dhe këta të legjenda. Lutem regjia, segmentet e shkutra nga 1 minutë secila. Të tre mund të jemi pjesëmarrës. Po, të lutem Keli gjithë ekranin. Atëherë kemi si troki me lenishten, latinishten, anglishten, gjermanisht, rumanisht, spanjisht, çfarë duan, me gegnishten. Një libër i zotit Guri që është shumë interesant sepse ju ndihmon dhe për të mësuar gjuhët e huaja. Për shembull, fjala atlas, po i them shpejt. At i lasht. Më shqip nuk gjendot. Fjala augurare, ngrije pak lutem, ngrije pak që të lexohet, augurare, auguratum, latinisht, uroj. Shifet televizioni duket, po, është gjithë ekrani, po. Augurare. Këtu ke edhe fjalën shuguron, prifti është fjalë botërore kjo, u shugurua, domethënë u shumë urua. Atëherë augurare është me vënë gur. Anis shtëpia ku ndërton ti vjen ai që pret balluken ku mbari vë gurin e parë. Pra fjala shqip gur me vë gurin bën edhe inauguroj, e nis me një gur, po edhe auguri me nis përsëri me gur. Pra fjala shqip e gur shërben si folje në gjuhën latine, po që është me 3 roke, augurare. Le të themi erdhi vuri guri themi, vuri gurin e parë. Është dhe fjala urim tamam atje, uroj, që është augurat. Koncepti 3 të dashur miq shqiptarë ku do të jeni. Autokton. Te kemi thënë, anglisht, latinisht, autokton. Gjithë botën i thonë ashtu. Po këto vetëm ne jemi. A është shpreha më e bukur, më e shkurtër. Ashtë. Te ka thënë dhe edhe zoti Leka, zoti Piktori Mathë, zoti Leka që e ka trajtuar në Gaz Leka, po. Gazmend Leka. Dhe ashtë tok, më shqip nuk jam dot. Ton. Do të rroj fjala 10.000 vjet.
që kur është shpikur... Po vetëm ne jemi në to këto në burë, apo? Vazhdo ke mundësia 4, fjala 4. Regjia, të ludem. Kalohë më po. Arha, kapar, latinisht, në drejtën romake. Kapar, kap arë, në momenti e kemi thënë të ka qërë, për letë të thuë disa herë mos e kap arën dhe i sa tim të mbërgjë. Se është fjallë botrore. Mi po, latini e ka arus, shikonin poshtë, e ka arha, nësa, ose arus i thonë arë, nësa unë e ka me një a dhe me një re, arë, dhe kap arën, kam fjallën kap, që është kopi, kopjoj, që është kapito, e kuptova, që është kapi, këta filmat amerikanë, kapi, e kuptova. Po thonë italian, kapi, e kuptove, kapi, do e kape, e prape. Dhe fjalla arë, që është arë. Atërë, unë të kap arën, shpegimin dhe romake, që kemi mësuar atë e juridiku, unë të kap arën ty, dhe s'tam të tesh borgjit. Pra, të regonë... Marrëdhënie e biznesi. Marrëdhënie e biznesi. Dhe fjalla kesh, që të kesh, parat, ti kesh, më jep kesh ti mua zazan. Që ti kesh, te kam unë, po e përdor gjithë vota kesh. Ngriu pak edhe barojmë në këtë segment. Ngriu dhe pak e lonë, vetëm. E kjo, më shqipu gjendot. është lënë vetëm. I lënë vetëm. Ashtë i lanë. Ashtë i lanë, edhe e lonë. Dërshon vetëm teksi nga gjusëma, e lonë. Shqip, o lonë, Shkodranqe. Shkodranqe, pro. Segment një tjetër. Një tjetër të dhe unë në librin timet. Ose vazhdo, ke këtu më? Regjia, keme... Po, shikoni, thënë të arta. Për Shqipërinë, Gjuhë dhe Shqiptarët. Bile kemi të 3 autorë të një libri. Të lutem, zoti Buri lexo. Ju e keni, ato janë 424 shpreje, ku 400 shpreje janë nga tuajt, dhe 24 shpreje nga ne 3 dhe nga zonja Bardha Demi 4, të kemi vendosur nga 10 shpreje secilit. Edhe këtu lexohet, Plimi i Riu, shkronjat e Tuske ishin pellazge, e thamë në fillim të emisionit. Po ashtu edhe gjuha e tyre ishe pellazge. Duke shtuar që edhe shkronjat romane ishin jonike. Jonike do të thotë pellazge. Dorike jonike. Atike. Të parët që quan alfabetin në zemër të Italisë ishin pellazgët, që mbollën atje edhe farën e kremtimit të Saturnaleve. Saturnale Saturni, planet. Emër Shqip, Eshtuna, Shqip. Saturnale, që bëhesh, Eshtuna ishte ditë pushimi dhe bëhesh festë e madhe me ushqyre. Si motra të kanavaleve dodonase. Pra, Saturnale dhe kanavaleve dodonase, Saturnalet ishin në Rom, dhe këtu ishin kanavaleve dodonës, në Tomor dhe në Janin. Pra, Plini i Riu. Tjetra? Më kujtove këtë Joni, dhe këta Jonikët, se Joni, është Joni, se është deti Joni, dhe është për emri Joni. Dhe unë mendoj që na kjo Joni ka ardhur emri Jani, ka ardhur emri Jani që e përdorin grekët. Jo, mirë, ajo diskutohet në Mare Nostrum, po, deti jonë, e kanë fjallën të emrat. Mirë të deti, s'bet fjallë, deti jonë, po emri jonë, kemi jonë, është dhe akon nga jonë, emri jonë, janë e ka greku, e shkruan anglezi, jonë e shkruan dhe anglezi atë gjonë. Pra, po, kush ka kuptim? Vetëm gjuhë e Sazan Gurit ka kuptim në të rast. Zoti Bale, zoti Pimpi, duke qenë se mund t'ishe jonë një emër dhe s'kishe lidhje.